Policia fton në bisedë informative ish-ministrat e ekonomisë, BDI e quan këtë fushat të orkestruar kundër shqiptarëve. Kryeministrat Kurti dhe Mickoski marrin pjesë në përurimin e pikës së përbashkët kufitare në Bllac. Arben Taravalli flet për lëkundjet në Vlendë, thot se nuk është takuar dhe nuk do të takohet me Ali Ahmetin. Agjencia OKB-s për Palestinën paralajmëron se Gazës po i mbarojnë furnizimet derisa uria po përhapet. Të nderuar shikues, përshëndetje. Ish-ministrat të ekonomisë nga radhët e BDI-s dhe disa zyrtarë tjerë janë thirrur sot në bisedë informative, ndërkohë që janë duke u zgjeruar hetimet për zjarrin në diskotekën në Koçan. Hetimet janë fokusuar në mënyrën e funksionimit dhe licencimit të diskotekës, ndërsa autoritetet janë duke shqyrtuar përgjegjësit institucionale për ngjarjen tragjike. Ministria e Punëve të Brendshme ka zgjeruar hetimin pas tragjedisë së ndodhur në Koçan, që lidhet me diskotekën Puls. Në kuadër të hetimeve, mëngjesin e sotëm janë thirrur në bisedë informative disa nga ish-ministrat e ekonomisë që kanë ushtruar funksionin që nga viti 2012. Hetimet janë fokusuar në mënyrën e funksionimit dhe licencimit të diskotekës, ndërsa autoritetet janë duke shqyrtuar përgjegjësitë institucionale për ngjarjen tragjike. Konkretisht, policia ka ndaluar ish-ministrat e ekonomisë, Valon Saracini dhe Bekim Neziri, kuadro të BDI-s, si dhe ministrin aktual pa portofol dhe ish-drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Shaban Saliu. Mes të arrestuarve është edhe drejtori aktual i sigurimit të shtetit Xhevat Selami. Theksohet se hetimi po zgjerohet, ku përfshihen 23 të dyshuar, 19 prej tyre janë ndaluar ose janë në paraburgim. Ministri aktual i ekonomisë Besar Durmishi nuk është i dyshuar. Në prokurorinë publike të Koçanit është duke u hetuar lidhur me zjarrin në të ashtu quajturën kabareja Pulse në Koçan, që ndodhi më 16 mars. Aktualisht me mas paraburgimi prej 30 ditësh ndodhen ish-ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ish-sekretarja shtetërore në këtë dikastër, si dhe 3 zyrtarë të tjerë të sektorit të turizmit pranë Ministrisë së Ekonomisë. Policia sot ka pastisur edhe shtëpinë e një ish-ministri tjetër të ekonomisë, Driton Kuqi, nuk është gjetur në shtëpi pasi aktualisht shërben si ambasador i Maqedonisë Veriut në Norvegji. Ish-ministri nga radhët e BDI-s ka premtuar se me fluturimin e parë do të jetë në Shkup, por për të konfirmuar se transparenca dhe besimi janë rruga e vetme përpara. Ka reaguar edhe BDI-ja, e cila këto zhvillime i cilëson si veprimtari të njëanshme dhe të motivuara politikisht kundër shqiptarëve në vend. Ish-ministri i ekonomisë dhe ambasadori aktual i Maqedonisë së Veriut në Norvegji, Driton Kuqi, ka reaguar përmes profilit të tij në Facebook lidhur me ngjarjet e fundit, ku përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë vizituar shtëpinë e tij në Shkup. Ish-ministri nga radhat e BDI-s deklaroi se nuk ka asgjë për të fshehur dhe se gjithmonë ka zgjedhur të veprojë me ndershmëri dhe qetësi, edhe kur rrethanat kanë qenë të vështira. Besoj në drejtësi për të mirën e përbashkët. Me fluturimin e parë do të jem në Shkup, jo për të sqaruar, por për të konfirmuar se transparenca dhe besimi janë rruga e vetme përpara. Jam këtu, me ndërgjegje të qetë, i pastërt dhe vullnet të palëkundur, para Zotit dhe ligjeve të vendit, ka shkruar Kuqi. Pas marrjes në pyetje të ish-ministrave, ka reaguar edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Partia opozitare shqiptare ka akuzuar qeverinë për veprimtari të njëanshme dhe të motivuar politikisht kundër shqiptarëve në vend. Sot populli shqiptar në vend është në sulm nga institucionet e shtetit të tij, të cilat janë plotësisht të kapura nga interesat politike dhe etnocentriste të qeverisë. Sot kundër shqiptarëve është shpallur një agresion i njëanshëm dhe i padrejtë, pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për BDI-n, partitë shqiptare në pushtet apo shqiptarët në përgjithësi. BDI akuzon kryeministrin, ministrin e Brendshëm dhe prokurorinë e shtetit se kanë orientuar në mënyrë të njëanshme hetimet kundër shqiptarëve që kanë qenë pjesë e institucioneve, pavarësisht të rolit të tyre apo kohës së përfshirjes në sistem. Partia ka paralajmëruar se do të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të ndaluar, siç e quan ajo, sulmin institucional dhe për të siguruar drejtësi për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut.
Iniciuar në vitin 2021, sot më në fund filloi modeli i ri pikë kalimit të përbashkët kufitar në Blac. Tashmë qytetarët do të kontrollohen vetëm në hyrje të shtetit pritës dhe me këtë pritet që lëvizja e qytetarëve të jetë më e shpejtë dhe të mos ketë pritje të gjata sikur deri më tani. Bëhet fjalë do të thotë për kufirin Kosovë Maqedonia e Veriut. Në përurimin e One Stop Shop ishin edhe kryeministrat e Maqedonisë Veriut dhe Kosovës, të cilët theksuan rëndësinë e këtij projekti në bashkëpunimin dhe lidhjen mes dy shteteve. Kolkotës e përditshme të pritjeve të gjata të qytetarëve në kufirin me Kosovën duket se përfundimisht do t'i vi fundi. Të paktën kështu premton projekti i vendkalimit të përbashkët kufitar i ashtu quajtur One Stop Shop që u promovua sot në pikën kufitare në Blac. Kjo nënkupton se tani më qytetarët do të kontrollohen vetëm në hyrjen e shtetit pritës, ndërsa të dhëna do të shkombehen në kohë reale përmes një sistemi të përbashkët teknologjik. E kjo pritet që të përshpejtoj lëvizjen dhe të reduktoj pritjet në kufi. Në përurimin e nisjes së këtij projekti, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristijan Mickoski tha se kjo pikë përbashkët kufitare nuk është vetëm kalim mes dy shteteve, por kalim drejt vlerave evropiane, përkatësisht bashkëpunimit, integrimit dhe lëvizjes së lirë. Започнуваме да ја испишуваме. Ky kufi që deri tani nënkuptonte pengesë, nga sot bëhet simbol i modernitetit, integrimit dhe pjekurisë rajonale. Të dashur miq, ne nuk e ndërtojmë vetëm infrastrukturën e pikës kufitare, por ndërtojmë infrastrukturën e besimit të ndërsjellë. Ndërtimi i respektit dhe partneritetit ndërsjellë nuk ndodh brenda natës. Megjithatë, çdo hap, çdo marrëveshje, çdo vendim i përbashkët na ofron më shumë drejt vizionit për një rajon me dyert të hapura, stabilitet dhe përparim. Nuk do të ketë më pritje me orë të tëra në kufi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky model do të mundsojë sistemimin e policisë kufitare vetëm në hyrje, duke optimizuar resurset dhe rritur kapacitetet për përballjen me fluksin në rritje të qytetarëve. Ai po ashtu theksoi edhe rëndësinë e përfundimit të autostradës Shkup-Blac. Vetëm gjatë vitit 2024, mbi 5 milion qytetar kaluan në 3 pikat kufitare mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Kjo shifër dëshmon për lidhjet mes njerëzve tonë, por edhe për nevojën për lëvizje të lirë e të shpejtë si të qytetarëve ashtu edhe të mollrave. Shpresoj që kjo nismë të shoqërohet me përfundimin sa më të shpejtë të autostradës Blac-Shkup dhe të tunelit në aksin Tetov-Prizren. Dy projekte jetike që do të forcojnë më tej ndërlidhjen mes qytetarëve dhe bizneseve e do të rrisin mobilitetin, bashkëpunimin dhe zhvillimin ndërshtetror. Në përurim ishte edhe zëvendës kryeministri Zet Megjiti, i cili tha se ky është hapi i radhës drejt realizimit të konceptit Evropa pa kufi. Të nderuar të pranishëm, integrimi nuk është vetëm proces politik, është vizioni ynë për një të ardhme pa mure, pa kufit që ndajnë, por me ura që lidhin. Për një Ballkan të paqes, të zhvillimit, të drejtësisë, për një Europë që mban premtimet e veta dhe nuk ndalet në pragun e derës sonë. Kujtojmë se më 22 dhjetor të vitit 2023, në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut u ratifikua marrëveshja kufitare ndërmjet këtyre dy shteteve. Asmbledhja e mbrëmshme liderëve të Vlenit nuk e qartësoi se çfarë do të ndodhë me këtë koalicion. Deklaratat e liderëve vazhdojnë të jenë të pasinkronizuara, derisa mbrëm pas takimit Bekim Qoku tha se nuk ka mosmarrëveshje në koalicion dhe ai është i bashkuar dhe kompakt. Arben Taravari deklaroi sot se po vazhdojnë negociatat. Pavarësisht se pas mbledhjes së mbrëmshme të koalicionit Vlenu tha se nuk ka mosmarrëveshje brenda koalicionit dhe se ai qëndron kompakt dhe i bashkuar, ende mbetet e paqartë nëse koalicioni do të garojë me lista të përbashkëta si një subjekt i vetëm në zgjedhjet e ardhshme lokale. I pyetur sot se si do të bashkëpunojnë në zgjedhjet lokale dhe si janë raportet e koalicionit, ministri i shëndetësisë dhe njëri ndër liderët e Vlenit Arben Taravari tha sot se po vazhdojnë negociatat dhe se do dalin publikisht me qëndrimet e tyre, ndërkaq ai mohoi se po zhvillon takime me liderin e BDI-s Ali Ahmeti.
Lideret e koalicionit vlen u takuan mbrëm në Selin e Shkup, ku për rreth 2 orë diskutuan mbi zhvillimet e fundit në këtë subjekt politik, edhe pse para takimit u tha se në këtë mbledhje do të përcaktohet se si do të dalin në zgjedhjet e ardhshme lokale. Mbledhja nuk rezultoi me një vendim përfundimtar. Pas takimit, Bekim Qoku nga Vlen mohoi se ka pasur mosmarrëveshje dhe tha se Taravari vazhdon të jetë pjesë e koalicionit. Absolutisht ne jemi bashkë, ne jemi Vlen, vazhdojmë si subjekt i përbashkët dhe si thash mbetet vetëm të diskutohen detajet dhe të diskutohen komunat se si do ndahen në mënyrën më të mirë. Ne nuk kemi pas mosmarrëveshje, ne kemi pas disa si të them mendime të ndryshme, ku është në çdo subjekt politik ndodhin, edhe në partitë individuale vetë ndodhin. Përplasjet brenda koalicionit Vlen shpërthyen pas kritikave publike të Taravarit të bëra gjatë një interviste, ku tha se koalicioni ka shumë mangësi, po punon shumë ngadalë dhe mospërputhjet e koalicionit shihen nga 100 kilometra larg. Lësë dhe më vlerëson se vendimet e fundit të qeverisë me cilat kërkon të deformoj llogaritet reale të shportës së konsumit janë skandaloze. Partia opozitare thekson se qeveria ka shpikur mënyrën e saj për të llogaritur sa kushton jeta për qytetarët dhe po përpiqet të bindë popullin se mund të jetohet me 400 euro. Kristina Kostova, nënkryetare e LSDM-s, deklaroi se në këtë mënyrë qytetarët nuk duhet të shkojnë në pushime, të mos kenë mundësi të shkojnë në kinema apo teatr, pasi që ky ishte një luks sipas qeverisë. Skandalozni se poslednji të najavina vlad. Qëllimi i qeverisë është të zëvendësojnë treguesin real, shportën minimale të sindikatës, me një shport mesatare konsumi, të rejt të krijuar nga qeveria, por jo për një familje me 4 antar, por për një familje me 3 antar. Shporta e re mesatare do të injoroj kostot reale, do të reduktohet vetëm në ushqim dhe fatura, pa asnjë rekreacion, kultur apo jetë dinjitoze. Ka reaguar VMRO DPMN-ja, cila thekson se është duke punuar në ngritjen e standardit jetësor qytetarëve dhe ta ndalë rënien e lirë në ekonomi. Partia në pushtet e cilëson LSDM-n si simbol të korrupsionit sistematik dhe demokracisë tenderuese. SDS është një kompani private, disa njerëzve dhe përcaktimi kryesor ideologjik janë tenderët. A është SDS i vetëdijshëm se politika nuk është marketing dhe se vlerat e tyre janë vetëm interesat të pagetuara mirë? Fiasko që i shkaktuar shtetit tashmë po del në sipërfaqe përmes tyre, njoftoi VMRO DPMN-ja. Ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë Veriut Tim Çomucunski ka deklaruar se Ballkani Perëndimor është një pjesë thelbësore së tashmes dhe së ardhmes së Europës. Në fjalën e tij, Mucunski theksoi integrimin e Maqedonisë Veriut në Bashkimin Evropian si qëllim strategjik dhe avancimin e bashkëpunimit rajonal si prioritet kyç të politikës jashtme të vendit të tij. Mucunski tha se Ballkani Perëndimor nuk është një problem që duhet menaxhuar, por një rajon i gatshëm për përparim. Ai shtoi se rajoni nuk është një që në fakt shefi diplomacisë maqedonase në fjalën e tij në panel theksoi rolin e SHBA-s si një partner të rëndësishëm që ofron mbështetje jo vetëm për sigurinë dhe stabilitetin politik, por edhe për zhvillimin ekonomik të rajonit. Mucunski mori pjesë në panelin titulluar Përgjegjësia rajonale për një të ardhme të begat në Ballkan, i cili u mbajt në kuadër të forumit diplomacisë në Ankara, krahas ministrit të punëve të jashtme të Serbisë Marko Đurić, atij të Bosnjë-Hercegovinës Elmedin Konaković, zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme të Malizi Ervin Ibrahimović dhe zëvendës ministrit të punëve të jashtme të Turqisë Mehmet Kemal. Vazhdojmë me lajmet. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani është takuar të premten me presidentin e Republikës Sierra Leones në kuadër të forumit diplomatik të Antaljas, ku diskutuan për forcimin e marrëdhënieve bilaterale dhe mundësitë e bashkëpunimit mes dy shteteve. Ai shtoi se janë shkëmbyer ftesa për vizita zyrtare në shtetet respektive për thelluar lidhjet miqësore dhe për të hapur kapitull të ri bashkëpunimi. Ky zhvillim sfidon drejt për drejt narrativën e Serbisë që e kishte përfshirë Sierra Leonen në listën e vendeve që gjoja kanë tërhequr njohjen e Kosovës.
Në një lëvizje të madhe dypartijake, senatorë amerikanë prezentuan rezolutën 145 të Senatit për të pohuar mbështetjen e fortë për refugjatët politik iranian që banojnë në Shqipëri. Rezoluta e titulluar "Mbrojtja e refugjatëve politik iranian përfshirërisht të burgosurit politik femra në Ashraf 3 Shqipëri" u prezentua në Komitetin e Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë më 27 mars 2025. Rezoluta bën thirrje për masa të shpejta dhe të përshtatshme për të garantuar sigurinë dhe drejtat themelore të disidentëve iranian që tani jetojnë në Ashraf 3, shumë prej cilëve ishin burgosur më parë në Iran për kundërshtimin e regjimit klerikal. Agjencia OKB-s për refugjatët palestinezë ka ngritur alarmin në një katastrofë humanitare që po përshkallëzohet me shpejtësi në rripin e Gazës. Drejtoresha e komunikimit të agjencisë Juliet Tuma tha se të gjitha furnizimet bazë po mbarojnë në Gaza, që do të thotë se foshnjat dhe fëmijët po bien në shtrat të uritur. 6 javë pas rrethimit të imponuar nga Izraeli që bllokoi hyrjen e ndihmave dhe furnizimeve komerciale, rezervat e ushqimit pothuajse janë harxhuar, furrat e bukës janë mbyllur dhe uria po përhapet, theksoi Tuma. Ai gjithashtu bëri thirrje se duhet veprimi menjëhershëm për ta parandaluar një krizë humanitare që po thellohet. Më 18 mars, ushtria izraelite rifilloi sulmet vdekjeprurëse në Gaza, duke shkelur marrëveshjen e pushimit dhe të shkëmbimit të burgosurve që u arrit në muajin janar. Presidenti Amerikan Donald Trump kritikoi Rusinë në postimin e tij në platformën Truth Social. Këtë ka bërë ditur në fakt duke kërkuar që Moska të përfshihet më aktivisht në negociatat për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Rusia duhet të veprojë, shumë njerëz po vdesin, mijëra në javë në një luftë të tmerrshme dhe të pakuptimt. Një luftë që nuk duhet të kishte ndodhur kurrë dhe nuk do të kishte ndodhur nëse unë do të isha president, tha Trump. Edhe pse Trump i deklaroi se do të jepte fund luftës në Ukrainë shpejt, bisedimet mes amerikanëve dhe rusëve deri tani nuk kanë dhënë rezultate domethënëse dhe Rusia vazhdon të kryejë sulme ndaj infrastrukturës energjetike dhe civile të Ukrainës. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.